Po pse kemi këtë shprehi na me prit kështu me njëra, dhe s'po kemi durim. Se shoh shamba dhe juve ju kritikojnë në Twitter kur qet një tweet për një vend shumë lart dhe thonë çka ki ndikim me bo atje, edhe pse po mirësh me punë, pse s'po mirësh këtu. Edhe për shembull e sheh këtu këtë feedbackin edhe nuk po mujnë me që thonë këta amerikanë me zoom out me po the big picture. Edhe tash si presidente unë kam edhe detyrë kushtetuese ta bëj një gjë të tillë sepse me kushtetut jam udhëheqëse e politikës së jashtme, që do të thotë ndërtim i relacioneve me shtetet tjera të botës. Dhe siç e përmenda në fillim, ky relacion nuk ndërtohet brenda natës, as nuk është që qohen me një shtet si ku ta përmend. Para disa ditësh për shembull kisha telefonat me presidentin e Mallavit, na nuk jemi top prioritet në këto shtete me të drejtë. po, Mirë, po ne duhet ta ruajmë atë relacion, sepse shtetet e largta, në veçanti shtetet që janë gjeografikisht të largta, se në Evropë ka më vështirë Serbia, mirë po në shtetet e largta ata tentojnë vazhdimisht të bëjnë presion për shnjohje, tentojnë të bëjnë lloj ekzibicione që të prishin relacionet tona me ato shtete. Dhe ruajtja e relacioneve nuk bëhet thjesht na ka njoftë edhe tash ta ndërprejmë çdo lloj interaksioni, nuk bëhet ashtu. Plus që është edhe në interes të Kosovës, nesër pas nesër ne aplikojmë në një organizatë ndërkombëtare. Unë duhet ta kem mundësinë që të flas me këta lider, tu bazu në një relacion që është ndërtu 4-5 vite me radhë, në mënyrë që kur ta thras të kem mundësinë që menjëherë ta kem përgjigjen a do të kemi përkraje apo jo.